Ja ku rikëthyem sërish bashk dhe tani është koha për bisedën e këtij edicionit e Ekspresit dhe me mua këtu në studio është Florent Mehmeti, regjisor dhe bashkë skenarist i shfaqjes Nemesis, produksioni i teatrit Oda dhe e cila do ta shënoj premierën pikërisht me 3 mars në Amfiteatrin e Teatrit Kombëtar të Kosovës. Po urojmë një herë mirëseardhje Florentit, me të cilin bashkë do të shpalosim gjithçka rreth projektit. Faleminderit shumë që gjete kohë për shikuesit tanë. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën, që keni interesim për shfaqjen tonë dhe punën tonë. Është gjithmonë kënaqësi, Florent. Pra, ndajnë vetëm edhe pak ditë nga premiera e shfaqjes së radhës të Teatrit Oda, sepse është realizuar nga Teatri Oda, vjen me titullin Nemesis dhe është premiera e parë për vitin 2026, apo jo. Kënaqësi po besoj për ty personalisht me fillu vitin e teatrit pikërisht me një projekt tëndin, ku je regjisor dhe bashkë skenarist. Po, sigurisht, kisha me thonë, kënaqësia dhe më e madhe se është një projekt pak ma specifik ku qysh prej fileve të para dhe të ides bashkë me Lirak Qelen, i cili është bashkë autori i tekstit me mu, kemi fillu me i shqyrtu idet që për shfaqjen e radhës se çka do tjetë. Dhe është një lloj udhëtimi si një foshnjë që kemi ndu mirë nga dal, për kundër rasteve tjera ku regjisori e merë një tekst të gatshëm dhe fillon me ndërtu një koncept. Kështu që kjo e bën të dyfisht këtë rrugtim, këtë kënaqësi se shet ju zhvillu dhe të e marë formën ku tash si qëtat jemi afër premierës edhe fillon me undi forma finale e shfaqjes dhe ajo që do të ketë mundësi publiku tash jej. Po kjo nuk është hera e parë që ti bashkëpunon me Liraku, me që e përmendëm fare në fillim, edhe më tregon ndër vite ka shku duke u bë më i lehtë apo më i vështirë bashkëpunimi me të? Janë aspektet të lehtësisë dhe të vështirësisë të dyja, si gjithçka tjetër në jetë, që ka çdo e bardhë ka të zezën dhe të zezë të bardhën. Lehtësitë janë se kuptohemi mirë për shkak të një përvoje gjatë të bashkëpunimit kisha me thonë, në marrëdhënie të ndryshme, se jo gjithmonë ka qenë formule e njëjtë dhe gjithmonë e njëjtë. Vështirësitë janë pikërisht edhe në këtë mirë kuptim të skajshëm, se ndonjëherë i marrim gjërat për të qenë, edhe i nënkuptojme, mandej rrugës shojnë që pas kanë qenë të mirë kuptushme, për duhet të diskutojme, të përpunojme, të flasim pak ma shkarazin, do njëherë komunikimi është kështu ma i breft edhe ma i shpejt, ty nënkuptu që po super kuptohemi, kjo do njëherë bën të vështirë. Po kjo duo ka lind natyrshëm me bashkëpunimit prej themelimit të Teatrit Oda, ku ne jemi edhe bashkë themelus dhe në një forme kemi bardë barën e produksionit Teatrit Oda me bashkë gjithë ata autorë tjere, regjisor tjere që janë bashkan gjitë, një listë të bukur të madhe tashme të produksioneve Teatrit Oda. Dhe kjo punë e bën edhe ma të zërshme, si me thonë, me ma shumë përgjithësi edhe sa vitet shkojnë se sigurisht edhe pritjet të rriten, edhe përgjithësia bashkë me pritjet edhe vazhdon të rritet, po gjithmonë kënaqësia është shpaguese dhe ja vlen. Mirë, përpara se të kalojmë tek shtjellimi i temës që trajton shfaqja Nemesis e gjithçka tjetër, duhet të pyes pak për procesin e provave dhe përgatitjeve, si ka shkuar gjithçka deri në këtë pikë? Bukur mirë dhe me një atmosferë shumë të mirë, është një cast prej 5 aktorësh, po i përmendi aktorët së pari, sepse janë nukleusi i provave dhe ata që bartin bashkë me mua si regjisor dhe me asistentën këtë rast dhe njerë që jemi në bazat ditore në prova. Ka qenë një proces i këndshëm, ku kemi qasja e kësaj shfaqje është qasje ansambële, ku punohet në e gjithë ansambli është i angazhum gjatë gjithë kohës në gjithë procesin. E veçanta e këtij procesi është që për herë të parë pas 23 vitesh në Teatrin Oda jemi jashtë objektit, për shkak se objekti i Teatrit Oda është në proces të renovimit, dhe kjo nomadja të qenurit Bredacak, sa i ka vështirësitë e veta, ka dhe kënaqësinë e vetë, sepse është atmosferë tjetër, nuk është ajo përsëritshme siç ka qenë vitin e kaluar, tash është edhe këtë vit. Kjo e bën pak ma cytse, ma interesante, falni bashkëpunimit që kemi prej vitesh me Fakultetin e Arteve, tash kemi ngurcu pak më shumë, kemi përdorur edhe ambientit e Fakultetit të Arteve për fazën fillestare të provave, ku janë ato faza ku jemi
ma intim kisha me thonë ku jemi duke kërku gjetje skenike, gjetje aktoriale, gjetje regjisoriale, për të vazhdu procesin e provave këto ditë jemi duke vazhdu në ambientet të amfiteatrit të Pallatit Rinis, që është amfiteatri ku teatri kombëtar është gjithashtu përkohësisht duke funksionuar që disa vjetë për shkak se objekti kryesori i teatrit kombëtar është në renovim. Po dhe kjo gjithashtu i ka vështirësitë e veta të qenit nomad, të qenit musafir, që na pak kemi qenë të lasdrum, nuk kemi mësu, duke qenë gjithmonë teatri Noda. Po ka edhe pjesën tjetër se me të vërtet kemi gjuhë shumë të mirë dhe të këndshme të përbashkët me teatrin kombëtar, me gjithë punonjësit edhe me menaxhmentin, me qenë se dhe, si që dini, jemi komunitet i vogël, në Kosovë fundit jemi vend i vogël dhe gjithë në një mënyrë se tjetër kemi pas një përvojë paraprake, ose njihemi prej një kohë e për mu si Florent është edhe koha kur kom qenë menaxher në teatrin kombëtar e shumë prej stafit janë ende aty është një lloj kthimi edhe një lloj ritakimi me shumë prej punonjësve. Kështu që kjo e bën edhe më të veçantë gjithë këtë procesin e ndërtimit provave e deri këtu ku jemi pak ditë para premierës. Ky projekt pas ka shoqëruar me stres, po njëkohësisht edhe me shumë momente nostalgjie, apo jo? Po, stresi është i paevitueshëm në çdo proces. Tjetër. Mençuria është se si të menaxhohet ai. Po, ka qenë edhe kjo kënaqësi e siparit, e sendeve që nuk janë përjetu ma herët për shkak të në një natyrës së projektit, po edhe vetë hapësirës ku janë shtru provat dhe ku kanë Tjetër. Po si që edhe e cekëm qysh në fillim të bisedës, pra shfaqja vjen me tekst të bashkëruar nga ti dhe Liraku, Lirak Qelaj, na trego pak prapa idesë së këtij teksti, si ka nisur gjithçka. Po, idetë fillestare janë shumë vjetra, shumë të mëdhshme, kur kemi pa ndryshime të personaliteteve për masa botnore, cilat kanë ardhur si rezultati këtyre personaliteteve të qenit në pushtet ose kur kanë pas forcë, sidomos për një kohë më zgjatun. Dhe ai syni jon analizu si personaliteteve, që është çka bëjmë në teatr, analizojmë personalitetet dhe karakteret e tyre, gjithmonë ka intrigu me kuptu se nga vjen. Dhe mandej kom pas disa analiza fillestare, disa hulumtime fillestare që kom hase ka dhe ndryshime fiziologjike në vetë langjet kimike të trurit, që shkaktojnë një ndrim personalitetit edhe fillon mandej me u ndru edhe sjellja, fillon me u ndru shpesh edhe mënyra e komunikimit, mënyra e qasjes, përzgjedhja e fjalëve, raporti mes në këtë rast personaliteteve që kanë fuqi e pushtet dhe mediave, popullit e tjetër. Dhe duke pa që bota jonë e çmendur këto 5 vitet e fundit, kisha me thonë, është ty shku në për një disa ndrime, cilat dikun janë heshtur, azit dikun edhe po shihen shumë qartas, kemi mendu që është kohë mirë mi u këthy kësaj teme. Dhe mandej bashkë me Lirakun kemi hulumtu edhe në pjesë që lidhen me mitologji greke dhe jo vetëm me mitologji, po dhe me histori të asaj kohë të antikitetit, e cilat kanë shumë të përbashkëta me Nemesis. Nemesis, për me spjegu, është një trajektore ose një fat i cili i gjen ata sundus, ato mbretëri, ato perandori që e te i kalojnë vine kuqe dhe fillojnë të afrohen me zotrat. Dhe mandej Nemesis në një lloj hakmarje e ribalancon këtë forcë dhe e rivendos, si me thonë, një paqe duke i nda fuqit mes toksorëve dhe qiellorëve. Si me të tillë e gjejmë andej edhe në hulumtimet që i kemi bërë edhe në qysh për shekullit 16, 18, 19, 20, 21, qoftë në raste ku pushteti është bazu në forcë ekonomike, në para, në pasuni të familjet pasura, qoftë pushteti i liderve autokrat, diktatorve, por edhe pushtetit tjera që kanë qenë të ekonomisë, e sidomos në fillim shekullin e 21, që
ky fati i Nemesis ka qenë i pashmangshëm. Ajo trajektoria që më rrihet shumë lart dhe mandej pason rënja ka qenë evidente, edhe në shumë rastet që kanë qenë edhe të mëdha, edhe në Shtetet e Bashkuara, edhe në Evropë, edhe në vende të ndryshme të botës, kur hin me hulumtu kupton mandej edhe gjëra që nuk e qenë shumë i vetëdijshëm dhe i vëmendshëm. Dhe kom pa që është një trajektore që i bashkon shumë e shumë raste të tilla dhe shumë e shumë fenomene të tilla që datojnë tash 3000 vjet. Baza e shfaqjes është marrë si rrëfim, si trajektore rrëfimore prej historive të antikitetit që rrëfehen prej Herodotit, që nuk janë mitologji, po janë histori, po si që dim në atë kohë, historia është shkruar prej jo si që shkruar më vonë me fakte historiografike, po me rrëfim, me shkrim të njerëzve që kanë qenë të besueshëm, si që ka qenë Herodoti, ai që e ka sjell atë pjesë të historisë, dhe fatet e mbretërve të asaj kohe kanë qenë personazhe të duhura me i marrë, dhe mbi këtë kemi shku me linjën e një 5 studiuzve, duke qenë 5 aktorë, cilët janë të i studiu këto personazhe, këto lidhje të neuroneve brenda trurit të këtyre personazheve, sjelljeve të tyre, e duke marrë shkas edhe me pjesë që kanë dalë si pjesë të hulumtimit që kanë bëjnë, si që ka më herët edhe me raste tjera në histori deri në ditët e sotme. Për ta ndërtu kështu një trajektore që nuk është krejt e thjesht, edhe kërkon bukur shumë edhe mjeshtri, konceptualizim, rikonceptualizim artistik për të qenë e kapshme për publikun, për të funksionu në drasat e skenës, për të funksionu në teatr, dhe shpresoj shumë që kemi arrit me kriju një shfaqje që flet shumë përmes gjuhës teatrore, ose më specifikisht përmes gjuhës teatrore bashkohore, dhe që publiku do të ndahet i kënaqur me një lloj tjetër qasjes, me një lloj teatri tjetër, i cili ka shumë edhe pjesë vizuale, ka shumë edhe pjesë fizike, dhe nuk është gjithçka tekst, edhe pse ka edhe tekst bukur mirë. Po jo, nuk është e bazuar, ne çojmë kështu, i ndajmë shfaqje ta është e bazuar në tekst dhe jo e bazuar në tekst, ku teksti vjen si një prej shtresave që i shtrohet shfaqjes. Kjo është jo e bazuar në tekst, ku teksti vjen si një shtresë që i shtohet shfaqjes, dhe përmes me kriju ato shfaqjet që janë të bazuara në tekst janë klasike, si për shembull Shakespeare, ka shkruar një dramë dhe baza e një shfaqje teatrore bazohet në atë tekst që na e ka lënë trashëgimi, për shembull Shakespeare, po edhe shumë autorë tjerë. Goxha një hulumtimi i thellë për një fenomen që jo shpesh ndoshta është prekur përmes shfaqjeve, sidomos në vendin tonë, po më intereson ta di, sepse po i prit ka goxha një punë e madhe aktorët e shfaqjes, 5 aktorët e shfaqjes. Ata janë që të gjithë aktorë të gjeneratës të re, ta themi kështu, por secili prej tyre është e gëzon tashmë pëlqimin e publikut fal projekteve në të cilat kanë kaluar qoftë teatrale apo filmike. Si ka qenë puna me ta? Po, sigurisht nuk mund t'i fusim asnjëherë gjithë aktorë në një thes, secili prej tyre ka personalitetin e vet. Spikatjet e tyre artistike, ato që janë gjuhët tyre artistike më e veçantë. Aktorët janë përgjithë përmes një audicioni, në të cilin unë jam mundu atë sa lejon audicioni me i përgjithë, ka qenë jo e lehtë, se është dashur me i pa edhe pjesën e interpretimit të tyre përmes tekstit, po njëkohësisht edhe reagimin e tyre ndaj ndryshimeve që i kom kërku si test në audicion, po sidomos në pjesën edhe fizike. Se si po reagojnë në pjesë fizike, dhe audicioni nuk ka qenë individual, ka pas grupe prej 2, 3 ose edhe 4 aktorësh, pikrisht për me testu pjesën e interakcionit në ensemble, se si mund të bashkëveprojmë bashkë në pjesën fizike sidomos. Dhe aktorët kanë bukur shumë ndezje muskujsh, lëndimet vogla ndonjëherë në këtë proces, po deri tash bukur shumë të kënaqur paktën ato që po ma e thonë mu, po shpresoj që është ashtu dhe vërtet, dhe që po kaloj një proces që
momentet provave dhe i kom pyet se si është procesi për ta dhe në shpreh që ka qenë diçka që më herët nuk e kanë provu në format të tillë dhe kanë qenë edhe ekstra të motivuar për mi u qasë një formatit të tillë, kështu që kënaqësia ka qenë dyfisht edhe për mua, edhe për ata që kanë qenë bashkë udhëtar të këtij procesi. Janë të gjeneratës së re, kjo ka qenë edhe kërkesa audicionit në farmoshën nën 40, nën 40, po edhe mrena tyve ka pak dallime në eksperiencë, disa janë pak ma të vjetër se sa krejt të ri, dhe disa tjerë janë pak ma të ri se sa të vjetër, kështu që ka bo këtë bashkëdyzim shumë të mirë, edhe përvojën tonë ka bo këgja unike. Gëzohem për këtë gjë. Po më intereson të di, Florent, nga pikpamja jote, si autor dhe regjisor i shfaqjes, qëfar duhet të marrë publikun, këtë rast ne i shikuesi, qëfar duhet të marrim nga Nemesisja? Ka ndonjë mesazh të caktuar që ti mendon që duhet synojmë me marrë si shikues? Mesazhin e qartë dhe të përfunduar, as nuk kemi tendenca me ja servu publikut si të tillë, sepse konsiderojnë që publiku duhet të vijë në përfundim të vetin. Ajo që është detyrë dhe misioni jonë i shajt artistik, kisha me thonë, është që me i shpalos, me i dezintegru fenomenet, për me vënë dritë në fenomene, me ndru kandin e shikimit, për me ngre pyetje, edhe për me ngre ndoshta dhe alarm për me qenë edhe ne vetë dishëm që nesër kur zgjohemi në mëngjes, me pa, a mos po kemi se fjala simptom dhe sindrom përmendet edhe në shfaqje bukur shumë. Ta shikojmë edhe për brenda vetës. Shojmë edhe brenda vetës, në fundit atë kemi në kontrol vetë vetën, dhe nuk mund të kontrollojmë diçka tjetër që është jashtë vetë vetës tonë, dhe kështu ndoshta kontribuojmë ma shumë drejt një bote ma afër vetë vetës edhe ma të qëndosh. Mirë, me këtë shfaqje, me Nemesisin, që premierën e shënon, pra po e përmendim edhe njerë për t'ja kujtu publikut, me 3 mars në amfiteatrin e Teatrit Kombëtar të Kosovës në Pallatin e Rinis. Teatri Oda po e nis, po e themi kështu mbar vitin. Po besoj që e keni mendu dhe synoni me sjell një program të pasur edhe si vjetë për teatrin tuaj, sepse e di që pavarësisht gjitha sfidave dhe vështirësive me cilat përballemi me dekada, ju prap mundoheni me jep maksimumin me sjell diçka unike për publikun tuaj. Sigurisht, vështirësitë e mos të qenit në hapësirë ku kemi qenë tash 23 vjetë, që kjo shfaqje është nën edhe 23 vjetorin e themelimit të Teatrit Oda, me 1 mars është ditëlindja e Odës, dhe ne gjithmonë premierat i dedikojmë kësaj ditëlindje, për shkak të vikendit është me caktohet 3 marsi, sepse është datë ma funksionale për premierë. Po me njëherë me 4 mars kemi reprizën, po të njëjtin vend, dhe me 7 mars është repriza tjetër. Kjo përmendi edhe për shkak të vendit limitum, që ka amfiteatri, për shkak se edhe është disa ullësi janë të eliminume, të evitume për shkak të akustikës edhe të formës arkitekturore që ka amfiteatri, që nuk është me i përshtatshëm në botë për shfaqje teatrore. Ky është projekt që përmbyllet tash si premier, për të vazhduar me u shfaq me ambicie për të shfaq jashtë Prishtinës, jashtë Kosovës, dhe me projekte tjera të reja që veç që kemi nisë. Është një projekt që quhet Arti mes gjeneratave, ku po punojmë një grup bukur të madh të grave dhe vajzave, të grave të moshës mbi pension dhe të vajzave në moshën e tyre të fillimit të karrierës ose fillimit të jetës së tyre profesionale, jetës së tyre si të rritura, për ta kriju këtë dialog dhe për të shpërfaqur mandej për publikun ato dëshirojnë të ndajnë me botën ose me publikun, përmes mjeteve artistike që ne do t'i lehtësojmë, facilitojmë ma shumë se sa do t'i krijojmë dhe imponojmë, kështu që është një projekt ma i veçantë i një bashkërrugtimi me këtë grup së bashku, i cili do të kurorëzohet muajt e verës, dhe po shpresoj që dhe brenda programit të festivalit Hapu, i cili është projekti jonë tjetër, që veç kemi fillu me punu, e që do t'jetë në muaj ngusht. Edhe ky projekt që përmenda Arti mes gjeneratave do të ketë pjesë që do t'jenë ndarje me publikun. Paralelisht që lidhet edhe me bashkëpunimin në Fakultetin e Arteve që kemi pas edhe ma herët, është një program tjetër që po e zhvillojmë në mënyrë pak ma strukturore,
e që ka të bëj me artist të ri dhe me artist në fillim të karierës. Program ky i cili synon t'i mbështes ata me projektet e tyre të studimeve, të diplomimit, apo projektet e para, ndër të parat që janë pas diplomimit të tyre, që i bie në fillim të karierës, kur janë hapat e parë, ku është shumë vështirë për artistët e ri me gjetë mbështetje, me gjetë përkraje. Dhe kur po flasim për përkraje dhe mbështetje, përpos një ndihme financiare që mund t'i mbuloj disa nga shpenzimet e tyre për projektet e tyre, janë ndihma edhe të mentorimit në aspekte edhe artistike dhe menaxheriale të projektet e tyre, në ndihmë edhe mentorim për gjetje financash, po edhe aspektet të tjera, sepse kemi artistë të ndryshëm, kemi edhe artistë të ri cilët janë duke kriju punë të dedikume në hapësim publike, e që po mundohemi me ekspertizën tonë të mentorojmë drejt formësimit edhe drejt finalizimit të projekteve të tyre përmes përvojës tonë dhe përmes edhe rjetëve tona që i kemi edhe ndërkombëtare në nivel të Evropës edhe më gjanë, për mandej edhe me i promovu në kuptimin e ndihmës dhe shtytjes së promovimit. Këto e në diçka që po miremi me njëherë, dhe shpejt na pret mandej edhe faza tjetër e vitit ku do të fillojmë me projektet të reja, është ideja me projekti radhës me qenë një komedi pak më lëvise, duke qenë se jemi nomad, po duhet me i përshtatë edhe projektet. Tilla që nuk kupton të ketë mundësi të luhet në vendet të ndryshme jashtë Prishtinës me një lehtësi më të madhe, dhe ajo që përmenda shkarazi ma herët për festivalin hapu lidhet edhe me punën tonë që po e bëjmë me artist brenda partneritetit tonë me Institut, që është një partneritet evropian i artit në hapësim publike, ku jemi duke edhe promovu artist të ri dhe artist në fillet e karierës e tyne, po që po dëshirojnë punojnë në hapësirë publike, ka qenë një përzgjedhje vitin e kaluar, dhe me disa për këtyre artistëve po punojnë tash, po tash është cikli i dytë i artistëve ku ka përzgjedhje të disa artistëve prej Kosovës, ose të paktën është një përzgjedhje një artiste të re të Kosovës dhe dy tjerë që nuk jetojnë në Kosovë, po janë me origjinë nga Kosova, sepse përzgjedhja këtyre artistëve është bërë për masa evropiane edhe më gjerë. Kështu që ka qenë një konkurencë bukur e madhe, prej 500 sa aplikimeve janë përzgjedh rreth 65. Kështu që jam i lumtur që kemi mri në mesin e këtyre të përzgjedhurve me pas edhe artist nga Kosova. Kështu që vazhdon kjo punë për të pas vitin 2027 si një vit më special, sepse përzgjedhja finale e këtyre 65, që janë rreth 10 projekte, do të shfaqet në Prishtinë, ku ne jemi partneri në kuadrin e partneritetit tonë në Institut, që do të mirëpresim atë që e quajmë një fokus, e që është fokusi i artistëve të ri, ose në fillim karierës në nivel evropian, për që seleksionimi i fundit do të shfaqet në Prishtinë kuadër festivalit hapu edicioni i vitit 2027, që është vitin e ardhshëm. Fantastike. Për Odën gjithmonë ka qenë me rëndësi me ju dhënë hapësirë sa më të madhe të rinjve, për çka ju përgëzoj. Mirë, po afrohemi drejt fundit të bisedës, Florent, po dua të pyes pak se si po shkojnë renovimet me teatrin Oda. Është duke shkuar gjithçka sipas planit? Sa po shoh tash prej nga jashtë, gjithçka po shkon mirë dhe po punohet me një intensitet bukur të mirë, po krejt këto e kom prej vështrimit për shkak të endjeve të mia rreth e për çfarë këto objekte të teatrit Oda, meqense se është projekti Ministrisë së Kulturës, nuk është që kam një qasje të drejt për drejt stadeve se ku ka arrit projekti, është projekt që dënë kohë, 2 vjetë, 25 muaj ka fatin zyrtarisht kontrata, këto e di zyrtarisht, po ka ardhur mirë që kom pa që kompania po punon edhe jashtë orareve, ndonjëherë edhe natën, të paktën atë sa po dëgjoj dhe për shëdrita, kështu që këtë fazë fillet janë të mira dhe shpresoj që ndoshta edhe para kohës mund ta përfundojnë, po kjo sigurisht varet prej shumë faktorëve, siç e dim, që janë të natyrës edhe administrative, të prokurimit publik, të vetë punëve teknike, po është projekt bukur i madh, i cili synon që t'i përmirësoj bukur mirë kushtet e teatrit Oda, me gjithë problemet që i ka pas, që kanë qenë sistemike dhe strukturore në kuptimin e instalimeve, siç e dim, Pallati i Rinisë në përgjithësi është objekt i amortizuar bukur shumë dhe pa investime
të duhura gjatë kësaj faze për që egziston, shto kësaj teatri Noda me mundësi shumë të vogla, që prej fillit gjithmonë jënë bo me remetet të vogla mrenda mundësive ato që kemi mund me forcat tona, kështu kjo ka bo nevojën për renovim imediate dhe pa tjetërsushme dhe jam shumë i lumtur që po bëhet, sepse në fundit do të kemi edhe një hapësim tjetër që është e denjë për publikun pikëspari, për ata që vinë edhe dojmë kalu një mbrëmje të mirë pavarësisht programit, po edhe për krejt neve që punojmë këtë punë, sepse kalojmë bukuror gjata në për këto hapësina. Edhe është e rëndësishme me i pas të paktën e minimum standardeve, mendoj që po shkojmë drejt kësaj. Na duhet durim të gjithëve me i prit punë me u kry, se si që dini nuk është i vetëmi ka dhe shumë hapësina në Prishtinë që po renovohen e që është ngushtu fusha e veprimit të gjithë neve, se shumë pak ka hapësin ku mund t'i kryjmë projekte tona, po e mira e kësaj është që kur të përfundojnë do t'jemi në një gjendje shumë atë mirë se që kemi qenë definitivisht. Sa më të mira jo. Uroj vetëm të ndodhin gjithë shka brenda afatit që ju të mos mbeteni nomad për shumë gjatë dhe sigurisht se është një renovim mëse i mirë se ardhën për teatrin Oda, por që duhet thënë gjithmonë që Odën e ka bët veçant ekipi, njerëzit cilët e kanë drejtuar atë institucion. Faleminderit shumë për kohën Florent. Për komplimentet. Kënaqësi si gjithmonë edhe të uroj shumë suksese me premierën edhe me mbarvajtjen e shfaqjes, sigurisht se ju mirëpresim me projektet e tjera. Derit shumë edhe juve për ftesën edhe ftoj edhe publikun me nda me neve, me ardhë dhe me pa këtë punë që e kemi bo, me shiju, edhe me pas qka me marrë me veti për ta drejtë pak botën. Faleminderit, kënaqësi.